Jam në një natyrë të mrekullueshme, i rrethuar me pemë, me male, me gjelbrim, me liqen, me lumë, me të gjitha të mirat që ka natyra. Mbas një lare, po bëj një relaksim dhe do bëj ca ushtrime joge. Pyesin shpesh njerëzit edhe për jogun, çfarë është joga? Joga nënkupton bashkimin me natyrën tonë, me lumturinë, me të brendshmen tonë të pandryshueshmen, me paqe, me shpirtin, me vetëdijen. Rrugë të ndryshme që ka, po ky është qëllimi. Po të pastrojmë ne ato papastërtitë që kemi, si mendore dhe fizike, vetvetio natyra jonë, paqja na pushton dhe ndjejmë atë kënaqësinë që vjen nga kjo paqe. A është do bishme të bësh sakrifica për Zotin, pyesin ca tjerë? Për mendimin tim, edhe bindja ime është që nëse do bëhet një sakrificë, do sakrifikojmë nga vetja diçka, nga ego jon, unin, urrëtitjen, lakmin, pangopsin, burjet. Këto janë ato që do Zoti nga ne. Nuk është nevojshme të vrasësh kafshë, të therrësh kafshë për Zotin. Të gjitha i ka kriju i madhi Zoti, i ka kriju për një qëllim. Është një sot që të therrësh fëmijën në nënës vet, e t'ja çosh atë, e t'i thua që shikoj bëra këtë sakrificë për ty. Nuk shpëtojmë dot ne se do sakrifikojmë kafshë, sikur t'i vrasim të gjithë kafshët e botës. Më kej do shkoj. Kthehet bota në ferë, dihet ku s'ka kafshë, ku s'ka njerëz, si bësh natyra. Vetvetiu gjithçka lulëzon. Sa vjen njeriu, betonizon, shkaton, pret. Çfarë të keq i bën kafsha natyrës apo perëndis? Kafsha vërtet që duhet sakrifikuar është brenda nesh. Si thash, ato që janë më lart, urrëtia, lakmia, pangopsia, mashtrimet, dhuna, mungesa dashurisë, këto duhet të jenë. Dhe sakrificat që do Zoti është kemi dhimbshuri, kemi dashuri, të duam çdo krijesë, dhe ta duam Zotin, duhet duam çdo krijesë, se kush e krijoi atë? Ka se ka krijuar i madhi Zot. Është fakt që urrëtia, të bie sëmundje, të bie vujtje, lakmia, të bie pangopsin, egoizmi, unë, të bie ndarjen. Joga është unifikim. Pra i largon këto ndarit, i largon të keqen, t'i jep shëndetin, t'i jep paqen. Prandaj është dhe bekim, t'i jep dhe diturin, të kuptosh më mirë, edhe perëndin, t'i jep intuitën. Pra, vetë nga praktimi i jogës, zhvillohet edhe adhurimi i Zotit, edhe ndjeshmëria më e madhe, intuita, kupton më mirë, çfarë duhet të bësh, vetëdia, ndërgjegja, të gjitha këto të çojë në lumturi. Mendja qetësohet dhe arrisim paqen dhe lumturinë. Kur mendja atharohet, kërkon ka dëshira, ka pangopsi, vetvetiu fillon vujtja. Kur mendja qetësohet, nuk ke më dëshira, arrin paqen në vetvete, ashtu si liqeni që kur është i qetë, është dhe ujë i mirë, i pastër. Kur është i trupullt me val, me dëshira, me egoizëm, vetvetiu ka papastërti, turbullira dhe humbet atë qartësinë e vet. Pra që mos zgjatem shumë me këto, nuk ka nevojë me sakrifiku kafshë, me sakrifiku njerëz, më parë sakrifikonin foshnjët, pastaj sakrifikonin vajzat e virgjëra, gjasmë sikur me këto kënaqet Zoti më shumë. Pastaj ka kaluar te kafshët. E vërteta është që sakrifikojmë nga vetja unin, egon, lakmin, urrëtin, pangopsin, pabesin. Këto janë që të japin vuajtje, të japin turbullira, të japin sëmundje, se krijojnë dhe karmën. Edhe sakrifica ka më e madhe është kur heqim lidhjet që kemi me trupin. Ne lidhemi me trupin, nuk kemi trupi. Si u krijoi trupi jon? Nga një spermatoid që është miliona herë më i vogël se një qime floku. U krijoi gjithë këtë trup me logjik, me mendje, me sy, me vesh, me tru, me mendime, me arsye, me dashuri. Si u krijoi gjitha kjo? Kjo nuk tregon që nuk kemi trupi. Ne themi dora ime, koka ime, syri im, hunda ime. Pra ne jemi pronarët asaj, ashtu si themi që kemi një shtëpi
shtëpia ime, makina ime, plashkat e mia, ashtu themi edhe për këtë. Pra nuk kemi as trupi, nuk kemi as mendja, themi mendja ime, ne jemi vetëdia. Pra këto do të sakrifikojmë, jo duke i vrarë trupin, jo duke sakrifica ignorantësh, po duke sakrifiku, duke dhënë për tjerët, duke ndihmu botën, duke ndihmu njëri tjetrin. Këtë kam prediku të gjithë profetët. Të gjithë profetët i donin kafshët. Muhamedi ka qenë bari, Krishti lindi në stall, Buda sakrifikoi veten për kafshët, Krishna ka qenë bari, kujdesesh për lopët, Abrahami e tjetri, të gjithë nuk fiton gjë duke vrarë kafshët. I lutet madhe Zot, të jemi gjithë në paqe, të jemi gjithë të shëndetshëm, të jemi gjithë të lumtur, të lirë nga sëmundjet, të jemi të plotë, të jemi të vetëdijshëm, të jemi të ndërgjegjshëm, super të ndërgjegjshëm. Faleminderit. Është fakt që dashuria është e lindur tek ne. Po shikosh një fëmijë të vogël apo një kafshë, gjithë kanë dashuri. Urrejtja është e mësuar. Na mësojnë urrejtjen. Tash do të largojmë urrejtjen, të shkojmë te natyra jonë, tek dashuria, tek perëndia, tek lumturia, tek përjetësia. Pra çdo punë e bërë me dashuri të çon në perëndi. Çdo punë është adhurim. E kanë thënë dhe filozofët e parë që sa të theren kafshët, nuk do pushoj lufta, nuk do pushoj gjakderdhja. Prandaj është mirë të ndihmojmë edhe kafshët, edhe krijesat dhe çdo gjë. Ka vinë 2 thora. Pra e lutem të madhi Zot, na e mbushi zemrën me dashuri, me dhimbshuri, na e mbushi mendjen me dituri, të kuptojmë çfarë duhet të bëjmë e çfarë nuk duhet të bëjmë, dhe jetën me begatinë e tij. Amin, amin, amin. Om shanti, shanti, shanti.